Tjetër fitore dhe tjetër rezultat 1-0, duke që kjo vllazni po ecën ashtu siç duhet dhe me të gjitha duke qenë një skuadër shumë solide. Gëzojmë për djemë Gjergj, luftun, janë marrë cinik, e din që kërkohet për një ndeshjes, e din që sa të rëndësishme janë 3 pikë në këta momente, janë grup, losin si në fazën mbrojtëse dhe sulmuese, normalisht kemi hek dorë edhe po vuj me thënë nga loja bukur, por gjithsesi në këta momente janë të rëndësishme pikë. Mund ta mbyllte Dode ndoshta. Mund ta mbyllim edhe mas 1-0 në pjesë parë, por gjithsesi duhet të komplimentoj djem pafund sepse meritojnë shumë atë që mënyrën se si ata angazhohen në lojë, mënyrën se si ata losin, mënyrën se si ata napin shpirtin fush, ajo është që më gëzon dhe bëhet shefi maksimalisht për ta. Arma më e fortë e Vllaznisë sot në këtë fitore. Është grupi, unë s'du me përmend emra, janë njëri me tjetrin, janë një, kështu që nuk du me përcaktua si emrin, janë 8-11 dhe ata që hynin në stoli lanë maksimumin e mundshëm. Arma këtij grupi është vetë grupi. Para ndeshjes morë trofeun e trajnerëve të mirë të muajit janar. Ato është vlerësimet e tilla ju motivojnë edhe më shumë në punën tuaj. Unë kënaqem sepse nuk është ajo që unë jam trajneri i muajit janar, janë këta djem që më napin këtë titull, e meritojnë ata bashkë me komplet ekipin, me komplet stafin, bashkë me Vjorin, bashkë me Ergin, bashkë me Fationin, bashkë me Elin, jena gjithashtu titull që i shkantojnë dhe janë djemt ata që i bëjnë këtë. Një vorë që ka bërë mirë në këtë sezon futbollistik, por edhe një stadium i ri. Çfarë i bëri përshtypjes sot? Komplimente, bravo i qoftë, ambientet brendshme perfekte, situata pavarësisht gjendjes që janë, me thënë drejtën, edhe tifozat, bravo i qoftë gjithë të tjerë. Është me vëmendje tek ndeshja e kupës, do të vazhdoj pathyeshmëria e Vllaznisë? Është shumë e rëndësishme, do mundohen na që të bëjmë edhe rotacion sepse ndeshjet e sa vijnë bëhen më afër njëna me tjetrën, do ta shikojmë mirë, vlerësojmë maksimalisht edhe duhet kemi parasysh që ndeshjet janë shumë njëshura, duhet të ruajmë energjitë sepse është e para kupa dhe në fundjavë është Elbasanit të dyja njëna më fortë se tjetra. Pret Martini gabime apo gabuar të rivalëve apo shë vetëm skuadrën e vet? Unë domethënë ajo është një bonus që na jepet dhe shpresoj, po ne s'du të shohim mbrapa hiç që jena përpara, du të shohim rrugën tonë, ta lojmë atë rrugën tonë me djes, me mund, me sakrificë, mandej çfarë ndodh mbrapa pa garanciko. Tifozëria shkodane përsëri prezente, po e mbështet Vllaznin. S'kam fjalë, unë i kam falenderu, vazhdojmë i falenderu, e di edhe ato në momentet e fundit kur skuadrat kundërshtare bëjnë presion topi është afër portës tonë se çfarë njejnë ata, sepse njejnë njësoj me ne. Shpresoj të vazhdojmë t'ja shpërblim kështu sepse jo kam thënë dhe ju të them që futbolli luhet për tifozët. Transferta për kupën në Ballsë e vështirë? E vështirë, po tjetër e vështirë, po gjithsesi ne jemi për të 2 trofet në këtë vallë, shpresojmë të çojmë deri në fund të dyja. Shpesh e keni fituar dhe keni marrë rezultate pozitive, po s'ju kemi pyetur shumë për dedikimin. Ja dedikoj tonë tifozëve të Shkodrës, familjes teme që i vunë njësoj me mu, shokëve të mi, komplet Shkodrës. Djali Armando Diego i kemi thënë Maradona vazhdimisht, por nuk e pam sot, shpesh e kanë Diego në çdo stadium. Ka 2 ndeshje me thënë drejtën sepse më shqetëson prania e tij kur e kam afër këtu. Megjithatë them ai e vunë njësoj si unë, e vunë njësoj si çdo qytetar Shkodrës, biles edhe mosha ai person. Ka një pjesë dedikimet edhe për Diegon? Po tjetër që ka një pjesë dedikimit sepse harxoj pak kohë me ta, kjo është ajo që unë jam deficitar në shtëpi. Urime për fitoren, sukses.